Dyshimi është i tillë, sepse mënyra se si është operuar është një mënyrë e cila lë dyshime për këtë gjë. Duhet kuptuar që aeroporti i Vlorës është shumë afër një aeroportit Kuçovës, e cila është baza e NATO-s. Po. Dhe njëkohësisht aeroporti i Vlorës për vetë fushpamin që ka monitoron dhe trafikun ajror në Adriatik. Pra e ka shumë të lehtë fushpamin në drejtim të Adriatikut dhe në drejtim të Italisë, e cila ka bazat e saj të NATO-s, kemi bazat që janë realisht të rëndësishme në Itali. Pra duke parë pozicionin shumë strategjik dhe duke parë mbi gjitha mënyrën e fshehtë se si është bërë e gjithë kjo aferë, këtë le të dyshosh që ata të cilët duan të marrin në këtë mënyrë kontrollin total të aeroportit të Vlorës janë personat të cilët nuk duan që emri i tyre të bëhet publik. Dhe normalisht kur nuk do që emri jote të bëhet publik, tregon që ti ke diçka për të shehur. Nëse ti je aleati i jonit, ti nuk ke arsye pse të shihesh. Dyshohet që ti i përket një vendi jo mik, për këtë arsye ti nuk do që emri jote të bëhet publik. Pra dyshimet janë të arsyeshme për të treguar pikërisht këtë fakt. Pra dyshimet edhe ato që janë në drejtim të prokurorisë mund të jenë pastaj do dalin apo nuk do dalin, janë në drejtim të një vendi jo mik, dhe në këtë rast dyshimi mund të jetë në drejtim të Rusisë, e cila ka operuar me kompani offshore jo vetëm në Shqipëri, por kanë punuar në gjithë Evropën dhe praktikisht edhe në vende që janë edhe më të zhvilluara se sa ne. Tani që Behgjet Pacolli mund të lidhi kontrata edhe me kompani ruse, edhe me kompani që i përkasin Unionit Euroaziatik, kjo është e kuptueshme për vetë historinë e investimeve të tij. Ajo që unë skuptoj është qeveria e Shqipërisë kur ja ka dhënë, siç thuhet, duke shkelur procedurat e tenderit, Behgjet Pacollit këtë gjë nuk e kishte parashikuar një skenar të tillë? Parashikimet e një skenari të tillë nuk mendoj. Behgjet Pacolli, pavarësisht se mund të lidhë kontrata me kompani të huaja, ka një eksperiencë në ndërtimin e projekteve të mëdha. Pra, është, po themi, po të shikosh në pikpama formale juridike, është një person i cili drejton kompani të cilat kanë kryer projekte të mëdha. Pra, ti nuk mund ta pengosh që të marrë pjesë nga një kompani e tillë, pavarësisht se çfarë veprimesh mund të bëjnë. Dhe ai nuk akuzohet për ndërtimin apo se mund të kishte lidhur kontratë edhe me firma të cilat normalisht ty nuk ta përqin, nuk e ke dëshirën për shkak, ai mund të kishte lidhur kontratë me punëtor kinez apo me kompani kineze si në kontraktorë e tjerë. Kuptohet ato do i kalonin një procesi vettingu në Shqipëri. Do ishte shumë transparente procedurat. Do kishte përdorur, pra do kalonin një proces vettingu në momentin kur kalonin në kontraktor. Problemi në këtë fakt është fakti i lidhjes në mënyrë të fshehtë ose krijimit të këtij mekanizmi ligjor që siç e përmenda, i cili është totalisht, po ta shikosh në formale juridike, është rrëmbim me ligj i një aseti kombëtar, siç është aeroporti i Vlorës. Pavarësisht se mund thua unë ndërtova, sido që të jetë, ai është një, domethënë do të jetë vazhdimisht nën kontrollin e shtetit shqiptar, për shumë arsye do të jetë kush e menaxhon, transparenca, problemet që mund të ketë të tjera, sepse ke të bësh fundit po themi edhe me jetë njerëzish, nëse larg qoftë ke aksidente, kush do mbaj përgjegjësi? Kush mban përgjegjësi ligjore? Nëse kompania është e tipit të tillë. Pra ti në këtë mënyrë siç e ke ndërtuar, ti e ke vështirë pastaj edhe për sigurinë e vet aeroportit, sigurinë e veprimit normal të një aeroporti të tillë, që të mbajë përgjegjësi edhe për incidente të ndryshme që mund të ndodhen, përveç operimit, për shembull, që nëse në kompania që e menaxhon, por që është në hije, që nuk dihet askush vendos, po them një drejtor i cili tenderat e radarëve dhe të tjera dhe i jep ose fut module ruse apo tjera në cilët shërbejnë për të gjurmuar avionët e NATO-s apo ndonjë trafik tjetër, normalisht ti prap nuk e ke kontrollin që të bësh, pra të ndalësh një veprimtari të tillë. Pra, nuk është thjesht deri tek operimi në drejtimin e që është më rëndësishme e sigurisë të personave të cilët do përdorin ato. Po dhe çështja e sigurisë kombëtare. Kjo që mund të shërbejë si për spionazh në brenda Shqipërisë. Është çështje e sigurisë kombëtare. Këto dyja janë çështje sigurie, jo vetëm për jetën e shtetase, por edhe për sigurinë kombëtare, në kuptimin e po themi
kthimin e saj në një bazë spionazhi për vende jo miq. Qartë, dhe si mendojnë që përfundon kjo histori? Dhe kush ajo që unë do të kuptoj, a janë qytetarët shqiptar të humbur nga kjo histori? Po themi gjithë kësaj afere, ajo që duhet të treguar është që në këtë rast Rama nuk është se ka dalë për të mbrojtur një situatë të tillë, mbase ky mund të jetë edhe fundi politik i Belinda Ballukut, e cila në qoftë se prek interesa pastaj që kanë të bëjnë me çështjen e sigurisë me NATO-n me këto tjerët, mund të kalojnë në rastin domethënë mund të kalojë dhe të kthehet në një personazh i cili të jetë edhe bota ose vendet aleate të interesuara për ta hequr për shkak se përbën risk potencial për Shqipërinë dhe infrastrukturën shqiptare. Fundi politik i Belinda Ballukut, si po themi zyrtarja që vendosi firmën, pra. Zyrtare që raportohet që e ka ofruar Behçet Pacollën. Pra, në media është raportuar që Behçet Pacolli, pra, përcaktimi i emrit të tij ose ofrimi i tij, prezantimit i Rama ka ardhur nëpërmjet Belinda Ballukut. Paktën kjo ka qenë informacionet që janë në po themi në media dhe duke qenë se Belinda Balluku ka edhe tendera të tjerë, të cilat janë ose koncesiona të tjera janë duke u hetuar në spaku, nëse kjo tezë është e drejtë, atëherë mund të presim një reaktivizim të këtyre dosjeve nga ana e spakut për të goditur Ballukun sa më shpejt jetë mundur. Për ta mbyllur, se nuk e prisja që do bëje këtë deklaratë, kjo është deklaratë mjaft e fortë, nuk e kisha parashikuar, po për ta mbyllur, kjo gjë mund të shkaktoj, po themi, një stuhi politike në Shqipëri. Ne kemi parë dhe zotin Berisha, i cili i ka mëshuar fort tezës që ishte zonja Balluku, e cila ja ofroi zotit Pacolli këtë gjë, por nuk ka thënë deri tani me sa unë kam parë çështjen e sigurisë kombëtare dhe lidhjen me aleatët, që e bën kaq të madhe këtë çështje. Kur është një aeroport për mënyrë unë kam punuar projekte që kanë të bëjnë me aeroportet dhe e di fare mirë, domethënë ose kam njohuri pak a shumë për infrastrukturën dhe mënyrën se si operojnë. Nuk është aq e lehtë, domethënë kjo çështje, sepse informacionet që kalojnë në aeroport janë dhe informacione civile, po janë dhe informacione që kanë të bëjnë me sigurinë ushtarake të vendit. Pra, ideja e krijimit të po themi, një problematike të tillë me persona fantazm që drejtojnë një aeroport kaq afër Kuçovës dhe kaq afër Italisë, dhe ti nuk e di se kush operon këtë aeroport, pra nuk e fare transparent se si punon, se si kush është pronar, kush mban përgjegjësi e tjerë, tregon që dyshimet janë të arsyeshme nëse ke vende që janë vende jo mike, pra siç e shpjegohen përpara. Nuk e di pse e ka përmendur apo jo, po themi, Berisha këtë, po themi, këtë rrjedhoi që mund të dalin nga fakti i kësaj ngjarje, pra me krijimin e kësaj kompanie fantazm. Por është për mua është mos e dyshim i arsyeshëm duke ditur se si vepron jo vetëm, po themi, agjentura ruse, po edhe për faktin e dyshimeve që ke për Pacollin, i cili ka pasur shumë projekte në Rusi. Pikërisht. Edhe i lidhur edhe me Putinin më përpara, pastaj ka vazhduar projekte të tjera prapë në Rusi nëpërmjet kompanisë së tij. Pra, dyshimet në këtë rast mund të jenë mos e të arsyeshme. Qartë. Mirë, Endri, ndrojmë totalisht temën për të futur pak në politikën e brendshme, doja të kapja dy çështje këtu në Shqipëri. Nuk e kemi diskutuar asnjëherë bashk kandidatin e pavarur të mbështetur nga opozita për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, kurdo që të mbahen zgjedhjet, ata ishin për datën 9 u shtyn. Presim tani datën e re të zgjedhjeve. Florian Binaj. Pyetja ime është e thjeshtë. Përpara se të shkojë te pyetja, ai dje mblodhi, po themi, element të opozitës, disa për të vendosur, si thuash, në frontin opozitar i mbështetur, por jo i varur prej tyre. Pyetja ime është surprizë e opozitës, një strategji e mirë menduar e opozitës, apo për ta thënë shqip, se nuk është shqip, po është italisht, një fiasko, një kandidat si Florian Binaj për opozitën? Nuk mendoj që është një fiasko, mendoj që është më tepër një zgjidhje e improvisuar e momentit.
Dhe kjo është e keqja që shikoj unë, sepse opozita e dinte që në momenti që në shkurt këtij viti kur Revelia u mor masa arrestit në burg, që në Tiranë herët avon do kishte zgjedhje të parakohshme. Pra, sidomos edhe kur ju konfirmua fakti, domethënë që do qëndronte në burg gjatë gjithë periudhës së hetimit. Dhe kjo do të ngritën kampaniën e alarmit në opozitë që të kishte mundësinë po themi zgjedhjes së kandidatit për Tiranën, të paktën që nga prilli i këtij viti. Domethënë tashmë bëhen 6 muaj që opozita kishte kohë të mjaftueshme për të gjetur një kandidat. Dhe mënyra se si pastaj u arritën këtë që doli një dekret i presidentit shpejt dhe pastaj filloi një procedurë të çuditshme ku njerëzit dilin jam unë, pra vetë kandidoheshin dhe pastaj u përzjodh brenda 48 orëve, është e gjitha tregon një minimum një mungesë programacioni nga ana e opozitës. Pra, një gjë e bërë në moment të fundit, një improvizimi në momentit të fundit. Dhe kjo pastaj tregon që nuk e dim është zgjedhja më e mirë apo mund mos jetë zgjedhja më e mirë, por procesi me cilin ndodhi ishte një proces i cili pastaj nuk të garanton ty maksimizimin e rezultatit tënd elektoral dhe maksimizimin e vullnetit tënd politik, si forcë politike ti edhe opozita e gjitha bashkë. Dhe procesi me cilin ndodhi kjo, po themi, ishte një proces i cili nuk është se ishte dhe aq transparent, nuk u mor vesh asgjë, dolën ca emra, u takuan dy partitë, në fund fare përfundoi një emër kandidati. E gjithë kjo pastaj të lej një shije, po themi, shije të hidhur për më tepër për mënyrën se si rrodhi e gjithë ngjarja, sepse tregon një paaftësi të opozitës për të qenë programueshme në po them në drejtim të zgjidhjeve që pretendon që t'i japë elektorat. Pra, ti kishe gjithë të muaj kohë, normalisht do të kishe dalë ose do të kishe një proces i cili të kishe nisur që kohën përpara që para zgjedhjeve bile. Dhe nuk është vetëm rasti i Florianit këtë rast, ke edhe rastin edhe bashkive të tjera të cilët dieshin që do kalonin në zgjedhje, por për të cilët prapë ti nuk ke punuar dhe e ke lënë në moment fundit për të nxjerrë një kandidat. Po cili është mesazhi i opozitës përmes këtyre veprimeve? Po themi paaftësia të opozitës, domethënë, e cila përfiton Rama gjithmonë. Pra, cili është mesazhi që opozita do t'i japi përmes kandidaturës së Florian Binajt apo disa kandidaturave të tjera në bashkitë të tjera që janë njësoj si Binajt të pavarur, por të mbështetur nga opozita. Pra, nuk do që të rrezikoj kaq pranë mandatit nisjes së legjislaturës së re? Apo jo? Do që të jetë safe? Do që të luajë safe? Për mua është e para një që është më kryesore tregon që opozita nuk ka vizion. Pra, ajo që po drejton nuk ka vizion, se po të kishte vizion, këto kandidatura do ishin përzgjedhur që 6 muaj përpara dhe do ishin qenë pjesë e një koalicioni më të madh. Pra, në rastin e po themi zgjedhjeve të 11 majit, ti mund të kishe bërë, mund të kishe thënë për shembull që në rastin e Beratit apo në rastin e ndonjë vendi tjetër, ti mund të kishe ndihmuar një forcë tjetër politike, po themi forcën e Lapajt, ose për shembull Lapajt mund t'i ishte krijuar mundësia për një deputet po themi në Fier nga ana e PD-s, duke futur në listën e mbyllur, dhe në krau tjetër Lapaj zotrohesh që të mbështeste kandidatin e opozitës, po themi në Berat, këto vende ku dihesh që do kishe zgjedhje. Pra, ti duhet të kishe një vizion për të po themi krijuar një front opozitar që para zgjedhjeve të 11 majit, duke ditur që ti do futesh prapë në një zgjedhje në vjesht të këtij viti për disa bashki, përfshirë këtu dhe Bashkinë e Tiranës. Dhe pra, do maksimizoje votën në maj, po do maksimizoje votën dhe tani. Po të kishe bërë këtë veprim. Rezultati kush është? Rezultati ose ajo që pam është fakti që as nuk e maksimizove votën në maj, pra as nuk e krijova atë front, po njëkohësisht edhe tani u improvizove në moment fundit. Pra, kjo është për mendimin tim mungesë totale vizioni nga ana e partive të opozitës, të gjitha bashkë të përfshira, domethënë. Sepse derisa ti po bën aleancë tani në këtë moment, pse nuk e bëre këtë aleancë në zgjedhjet e 11 majit për shembull? Kush është justifikimi?
Pra, që dili atëherë unë nuk bëj aleancë kur me këtë, unë nuk bëj aleancë kur me të. Se nuk është se kaluan shumë, 3-4 muaj ka kaluar në zgjedhjet. Çfarë ndryshoi që ti kalove në ekstremi që nuk bëj aleancë kur me faktin që kalon tani dhe bën aleancë me kandidat përbashkët. Qartë. Pra, është një mungesë vizioni, konsekuence politike, vizioni politik, pa aftësie për të bërë luftën politike, të cilët për mendimin tim do çojnë prapë në një disfat të opozitës. Mirë, gjëja e fundit që duhet të flasim bashkë, cilën s'kemi pas mundësi që ta diskutojmë, sepse është një ngjarje shumë e afërt. Protesta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e mbështetësve të UÇK-s, pra në Tiranë në datën 17. Po ajo që unë doja të thoja si parashtrim është kjo që sa herë ka konflikt verbal midis Ramës edhe Kurtit përjetohet në opinionin publik si ndeshje futbolli me tifozeri të zjarta edhe të ndara. Përtej kësaj, është e dëmshme në fakt kjo përplasje midis të dyve? Patjetër është e dëmshme, nuk e di. Domethënë, secili prej personazheve me mënyrën se si e drejtohet njëri tjetrit krijon problematika, domethënë, dhe krijon vetëm thjesht përçarje. Problemi Ramës është këtë përçarje ka krijuar në Shqipëri për mënyrën se si i trajton me përbuzje, pra për mua si Rama, si Albin Kurti në disa drejtime janë shumë të ngjashëm si personazhe mediatik. Mënyrën se si Rama për shembull e trajton opozitën këtu në Shqipëri, si po themi brekushtet e Lulit apo të tjerë, nëse e ke parasysh ato pallallona doku të Lulit apo Luli Flejgjum e tjerë, pra në mënyrë fyese në drejtim të po themi opozitës, një gjë të tillë për fat keq që kanë bërë në Kosovë edhe nga ana e vetvendosjes ndaj partive të tjera që kanë qenë dikur në pushtet dhe ishin në opozitë tashmë që ka dalë në pushtet, për shembull rasti tipik ajo që përmenda, rasti i zgjedhjeve për shembull në Mitrovicën e Veriut, në Mitrovicën e Jugut që ishte në këtë moment që kandidati që ishte i PDK-s u quajt Gom Rezerv nga ana Albin Kurti. Domethënë nuk ka hije një kryeminist i Kosovës që të përdori terma të tillë. Domethënë ne akuzojmë Ramën këtu për përdorimin e një fjalori fyes dhe banal në drejtimin të kundërshtarëve politik, njëjtën gjë për fat keq është duke bërë dhe Albin Kurti në Kosovë.